Duke qenë kandidati më i afërt për të bërë drejtuesi në klubit të madh si Milani, Iglitare ka folur në një intervistë për Tring. Ish futbollisti kombëtares nuk është pyetur në lidhje me tratativat me Kuqezinë, sepse asgjë nuk është mbyllur. Portare ka komentuar ekipin përfaqësues, paraqitjen në Angi, ndeshjen me Serbinë, si dhe shanset për të kualifikuar në botëror. Ndër të tjera ai jep opinionin e tij dhe për Serie A, ku për shumë vite ka qenë futbollist, por edhe drejtues i Lazios. Kombëtarja këtu në ndeshjet e para, sa janë mundësitë që të jemi pjesë e botërorit. Mundësitë nuk janë të mëdha, duhet të jemi realist për vetë fakti se Anglia do të jetë dominuesja e këtij grupi. Me Serbinë do të jetë ajo ndeshje më e rëndësishme për të luftuar për vendin e dytë. Duhet të fokusohemi te këto gjëra. Më la pak një shije të keqe mënyra prezantimit të ndeshjes me Anglinë sepse ne kemi një trajner që ka një eksperiencë të madhe në botën e futbollit dhe ati fitues. Kështu që çfarë ka nevojë kjo skuadër për mendimin tim është një lloj mentaliteti fitues, dhe sidomos në të ndeshje të mëdha ne nuk kemi se çfarë të humbasim, por vetëm fitojmë. Do të më pëlqente të shikoja skuadrën me një profil tjetër nga mënyra formacionit, por dhe nga mënyra e lojtarëve që kanë personalitet dhe mundësi teknike më të larta se dikush apo formë fizike më të mirë se një lojtar tjetër. Në këtë moment, ndeshja me Serbinë në fillim të qershorit do të jetë vendimtare sepse do të jepte një drejtim skuadrës sonë. Si e keni parë rivalitetin e këtij sezoni në Serie A? Sezon pozitiv dhe për mënyrën se si është zhvilluar deri tani sepse kanë qenë shumë skuadra të cilat janë bërë protagoniste. Një nga ato ekipe që më ka pëlqyer më shumë ka qenë Bologna, sepse pas një fillimi me vështirësi dhe me trajner të ri si Italiano, gjetën atë formën e duhur dhe janë një skuadër pozitive shumë surprizë për këtë sezon. Sa i përket skuadrave të tjera ka pasur luhatje, siç janë Juventus, Milan, Fiorentina, të cilat kanë vuajtur shumë nga dëmtimet e lojtarëve dhe kjo ka ndikuar në rendimentin e tyre. Gara për titull po fokusohet tek Interi dhe Napoli sipas jush, cila është më e favorizuar. Sa i përket nivelit të skuadrës, Interi është favoriti kryesor, por kalendari për ndeshjet e mbetura ka shumë lehtësi, por në letër është diçka plus për këtë, duke qenë se Interi ka dhe gjysmëfinalen e kupës. Ka një kalendar të ngjeshur që mund t'i krijojë probleme për fazën e rikuperimit në një ndeshje në tjetrën. Skuadra ku ju keni qenë futbollist dhe drejtues Lazio ka dhënë një impakt të mirë me Baronin. Ka bërë një fazë të parë të kampionatit shumë surprizuese dhe si protagoniste, jo vetëm në kampionat, por edhe në Ligën e Europës në fazën e parë të këtij kompeticioni, por do të jetë pretendente deri në fund për të kapur një vend në Champions League. Largimi i trajnerit e Juventusit, sa ndikon në ambientin e skuadrës lidhur me objektivat që ata kanë për të siguruar një vend në Champions. Juventusi ishte një nga kandidatët kryesor për fitimin e kampionatit dhe për faktin se u ndërtua të u shpenzua. Ardhja e një drejtori të ri, trajneri të ri si Thiago Motta që kishte bërë një kampionat shumë domethënës me Bolognën dhe shumë lojtarë të rinj u afruan, por ndonjëherë disa projekte kanë nevojë për kohë, ndërsa këto klube të mëdha nuk ta japin kohën. Më pas je shumë i lidhur dhe i kondicionuar nga fakti i rezultateve. Ishte i drejtë vendimi për të larguar Mottën? Nuk i di arsyet, por rezultatet e javëve të fundit kanë lënë për të dëshiruar. Theksoj që gjëja më e rëndësishme kur je si drejtues në këto klube është të fitosh dhe të arrish objektivin, përndryshe ke probleme.